Çmimi i energjisë për familjet nga janari ka shumëgjasa të rritet mesatarisht për rreth 5%, por po pritet vendimi se si kjo do të shpërndahet në blok tarifat. Javën e ardhshme, Komisioni Rregullator i Energjisë do të vendosë për çmimin e transmetimit, shpërndarjes dhe operatorit të tregut, për të cilat thuhet se nuk do të ketë rritje, por më së shumti në çmim do të ndikoj fakti që EMV në tenderin për furnizuesin universal EVN Home ofroi një çmim prej 65 euro për megawatt orë, pra rreth 5% më shumë se tenderi më parshëm. Llogaritja përfundimtare do të bëhet nga EVN Home dhe do t'i dorëzohet Komisionit Rregullator. По носењето на овие одлуки, кои што потенцирам дека во ниту еден случај нема да се зголемат, EVN Home како универзален снабдувач ќе направи пресметка согласно Законот за енергетика и таа пресметка ќе достави на увид до Регулаторната комисија за енергетика дали е направена во согласно со тарифниот систем кој што е сега во сила. Kryeministri Mickovski thot se nëse do të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike, kjo varet nga rregullatori. Si qeveri, janë tërhequr nga liberalizimi i tregut, një nga hapat që është pjesë e planit për rritje, sepse në të kundërtën energjia për qytetarët do të shtrenjtohej deri në rreth 50%. Ai garanton se nuk do të ketë tronditje çmimesh për qytetarët, pasi qeveria do të vazhdojë të subvencionojë çmimin e energjisë. И ние јасно кажавме дека да, тој чекор нема да го примениме, затоа што ако го примениме, тогаш цената на електричната енергија нема да биде 62-65 евра, туку ќе биде повеќе од 100 евра за домакинствата. И тогаш вкупната цена за домакинствата ќе поскапе за дури фантастични 50%. Ние рековме тоа нема да го превземе со сиот политички ризик што го имаме како влада и ќе продолжиме и понатаму да ја субвенционираме цената на електричната енергија за домакинствата и сите оние потрошувачи кои што се на регулираниот пазар. Sipas Bislimovskit, me blok tarifat të vendosura në vitin 2022, është ulur konsumi i familjeve. Kjo i lë hapësirë EMV-s të shes energji në tregun e lirë dhe të ul humbjen, pasi çmimi prej 65 euro për megavator që do ta shes tek EMV Home është 2 herë më i ulët se çmimi i tregut dhe shumë më i ulët se çmimi i prodhimit. Со блоковската структура и со тоа што малите потрошувачи имаат повисока цена на регулираниот пазар, целта ни е што е можно повеќе количини на електрична енергија ЕСМ да ги продава на слободниот пазар, каде што според последните фјучерси цената е околу 130 евра за мегават час. Ndryshe, çmimi i energjisë elektrike do të hyjë në fuqi nga janari dhe do të shpallet nga Komisioni Rregullator.